يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثت الله سبحانه وتعالى نفجدي من آياته سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Isa alayhi salatu wassalam, me të cilin Allah subhanahu wa taala e përgëzoi Mariamën, do t'ju flet njerëzve duke qenë i vogël dhe do t'ju flet edhe pasi që të arrin moshën e pjekurisë. Dhe do të jetë prej njerëzve të mirë. Qalet Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Mariama u tha melekëve: O Zoti jam, çish ka mundësi që unë me pas fëmijë kurse unë s'kam pas kontakt me burr? Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Tha Allah subhanahu wa taala kështu kur dëshiron me kriju diçka edhe ajo ndodh. Idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kur vendos Allah subhanahu wa taala për ndonjë çështje, vetëm i thot bëhu dhe ajo bëhet. Një prej formave të krijimit të Allah subhanahu wa taala. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Kam ja mësua Allah subhanahu wa taala Isa alayhi salam librin edhe urtësinë e Tevratin e Injilin. Wa rasulan ila bani Israil, edhe ka me dërguar pejgamber tek bani Israilit. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. E ka me thon bani Israilve, unë kam ardh pejgamber prej anës së Allahut te ju. أني يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Dhe prej shenjave që ka me qenë pejgamber është se do ta krijon një zog, një shpend nga dheu, pastaj do t'i fryn atij dhe ai do të fluturoj me lejen e Allah subhanahu wa taala. Wa ubriu al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi-idhnillah. Dhe prej shenjave të pejgamberisë, prej mrekullive që do t'i ketë, do të jetë shërimi i njerëzve që janë të verbër dhe atyre të cilët kanë smundjen e lëkurës, dhe do t'i ngjallë të vdekurit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Dhe do t'i njofton njerëzit me atë që kanë hëngur ata dhe me atë që kanë rruajtur shtëpiat e tyre pa qenë prezent Isa alayhi salam. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dhe këto do të jenë argumente për juve nëse jeni besimtar. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Dhe do të jetë vërtetues i asaj që ishte në Tevrat para juve, dhe do t'u alejoj disa gjëra të cilat ishin haram përpara. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ai do të vijë me argumente të qarta prej Allahut të tij, prej Allahut ton. Fattaqullaha wa ati'un. Atëherë tutni Allahut dhe nënshtroni Isës alayhi salam këtë rast. Inna Allaha rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, ka thënë Isa alayhi salam, dhe fjalët e tij ka sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Fa'buduhu, adhuroni vetëm Allahun, hadha siratun mustaqim, se kjo është rruga e drejtë. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse kuptimi i ajeteve, kur i kanë ardhur me lajket Mariamës alayhi salatu wasalam dhe kanë lajmëruar se Allahu subhanahu wa taala do ta përgëzon me një djalë, ose përgëzon se Mariama ka një djalë. Mariama ishte e pamartuar. Përveç se ishte e pamartuar, ajo e kishte të ndaluar martesën për shkak se ishte lënë vakëf me i shërby fesë Allah subhanahu wa taala, dhe atëherë kjo ishte e legjshme, kurse tash nuk është më me vendos mos u martue për shkak të shërbimit ndaj fesë, dhe se kishte drejtën për martesë. Allah subhanahu wa taala i çon melek me thon ti ke me pas një djalë.
Atëherë Mariama tha, prej cilësive që ka me pas atë djalë, melekët i thanë, wa yukallimu an-nase fil mahdi wa kahla. Ky djalë që ki me pas ka me u fol njerëzve duke qenë fëmijë, duke qenë ndjep, duke qenë hala, duke pi qumsht nga nëna vet. Edhe ku të rritet gjithashtu ka me u fol njerëzve, o min as-salihin, edhe ka me qenë për njerëzve të mirë. Në hadithet sakta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa raste kur fëmijët në djep ju kanë fol. Dhe ata janë pak. Disa transmetime ka ardhur 4, pastaj kanë ardhur disa transmetime të tjera, të cilat e shtojnë numrin edhe më shumë se 4 që u kanë fol njerëzve në djep, fëmijët. Prej tyre ka qenë Isa alayhi salatu wasalam, i cili ka fol duke qenë fëmijë i posalindur, duke qenë fëmijë që hala ka qenë në, si me thonë, fëmijë ndjep duke marrë qumë hala për nanës vetë. Dhe ajo kur i ka fol Isa alayhi salatu wasalam njerëzve, është rasti kur e ka lind Mariamja Isa alayhi salatu wasalam dhe u kthye me te populli. Duke u kthyer me te populli dhe Isa alayhi salam në dorë, njerëzit kanë thonë, ku e morë këtë fëmijë? Mariamja ka thonë, unë kom vendosur mos me fol, edhe ka bë me shenjë ka djali me fol vet fëmia. Ata në habit ka thonë, çish ka me fol fëmia? Edhe Isa alayhi salatu wasalam ka fol, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ka fol njerëzve, ka thonë, unë jam robja Allahu subhanahu wa taala, dhe ajetin në vazhdim. Isa alayhi salam ka fol i posalindur. Wa kahla, edhe ka fol njerëzve edhe mas u rrit. Edhe ka më ju fol njerëzve përsëri kur zbret, atëherë kur e cakton Allahu subhanahu wa taala. O min as-salihin, është për njerëzve të mirë, nuk ka diskutim. Qalet rabbi anna yakunu li walad. Mariamja u çudit, u habit, o Zot, çysh ka mundësi unë me pas fëmijë? Pse u habit? Pse u çudit? Kurse Allah subhanahu wa taala asaj ma herët i ka pru ushqime. Për ushqimeve nuk u çudit që ka pru Allah subhanahu wa taala. Ajo nuk ka qenë e zakonshme. Për atyrve ushqimeve që i ka pa Zakaria alayhi salatu wasalam, ka kërku pastaj për Allah subhanahu wa taala me dhon djalë që s'kishte fëmijë. Pse është habit Mariamja? Për shkak se ishte e ndalume me pas kjo burr. Me fe, me ligj fetar, ishte e ndalume kjo me pas burr. Dhe vinte një kërkesë, ose vinte një lajmërim, i cili ishte jo i lejuar për të nëse bat në formën e zakonshme. Dhe rasti me Mariamën alayhi salam është e ngjashme me rastin e Musës alayhi salatu wasalam me Khidrin. Gjatë udhëtimit që me lena Allah subhanahu wa taala ke marrë të shpjegimi i surës Al-Kahf, Khidri e merr e myt një fëmijë. E Musa reagon thotë, pse myte? Po na pa të marrë veshë mos me fol. Po të marrë veshë mos me fol, por që kjo është ndaluar në shariatin tur. E shpon Musa alayhi salam anijen, njerëzve të cilët i kanë bërë mirë, në shikim parë këto duket që ka bërë keq. Pse shpove? Shkak se s'bën mirë bën njerëzve dom. Se në kur t'jen një çështje e ndaluar në shariat, atëherë kur bëhet e kundërta, njeriu habitet, edhe kërkon se a u ndru dispozita, çka ka ndodhur. Edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që kur ka gabu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fal namazit e drekës, i ka fal 2 recate në vend se me fal 4, shokët thonë çka u bë? Pse u falen 2? A u ndru dispozita? Për shkak se normal nuk duhet me i fal 2. Normal duhet me i fal 4, se kështu janë tekstet. Normal nuk duhet me myt njeriu. Po ai myti tash duhet me pyet çka u bë, pse? Sqarimi. Edhe normal Mariamja alayhi salam nuk kishte të drejtë me pas fëmijë, edhe ka thonë Allahu ta na yakunu li walad, çish është të mos me pas fëmijë. Wala yamsasni bashar, kurse mu nuk më ka prek burr.
Dhe në shariatin ton nuk lejohet me pas gruaja fëmijë pa pas burr. Shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk lejohet gruaja me pas fëmijë pa pas burr. Sado që në thojza ka mundësi me përparu ona mjekësore, sado ka mundësi me pas këte, nuk lejohet gruaja me pas fëmijë pa pas burr. Anna yakunu li walad. Çish ka mundësi me pasur në fëmijë? Wala mjem se sti bashar, kurse s'kam burr. E vetmja formë e pranuar në shariatin e Allahut subhanahu wa taala për me pas gruaja fëmijë është me kon e martuar edhe me pas burr. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. I tha Allahu subhanahu wa taala kështu, Allahu krijon çka do të dëshiron. Idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kur Allahu subhanahu wa taala vendos për një çështje, mjafton që të thotë asaj bëhu dhe bëhet. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Dhe Allah subhanahu wa taala ka më mësua Isa alayhis salam librin e urtësinë, e Tevratin dhe Injilin, e ka më dërguar pejgamber tek Banu Israilit, cilëve ka më thonë, dhe ju ka thonë Isa alayhis salam: Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Unë kam marrë me argumente. Dhe argumentet do të me i lexu, do të me i pa njerëzit, do të me studiu, me pa cila është e vërteta, se për këta Allah subhanahu wa taala u ka dhënë njerëzve menjen edhe u ka thënë argumentin. Menja është e aftë me kuptu argumentin. Pse se lexon, pse se studion argumentin që ka thënë Allah? Nëse njerëzit para se me studiu e mohojnë, pastaj nuk e kanë kuptu, po se kanë kuptu se nuk e kanë studiu. Allah subhanahu wa taala menjen e ka thue, librin e ka thue, tana se ka ditë, jo se ka ditë. Nuk është që nuk e ka ditë, po nuk ka dash me ditë. Ata të cilët kanë dash me ditë ose dojnë me ditë, Allah subhanahu wa taala u ka dhënë të gjitha kushtet. U ka dhënë menjen që mund me kuptue. Se më konë Allah subhanahu wa taala i kishte obliguar edhe lopt merr në lexon e Kuranit, po ato nuk atyve ju mungon elementi i diturisë. Njerëzit e kanë mundësien e me kuptuar gjonat, edhe ja vçon Allah subhanahu wa taala argumentin. Tash mundësien me kuptuar kije, edhe librat ka ardhur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur, pse se ke mësua? Atëherë nuk ka kërkush arsye që është i aftë edhe ka pas qasje në tekste, nuk ka arsye kërkush. Për shkak se menën e ke pas, librën e ke pas, se se ke mësu. Menën e ke pas, qasjen në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ke pas, se se ke mësu. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah. Prej mrekullive që ka pas Isa alayhis salam, që më u bin njerëzit se kjo është pejgamber, se njerëzve më u bin që e pejgamber do të më çu fakte. Prej fakteve që i ka pas Isa alayhis salam janë këto që përmendëm në vazhdim, kurse fakti më i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Kurani, i cili mbetet edhe mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është interesant se mrekullitë e pejgamberëve të tjerë kanë mbaru kur ka vdek pejgamberi i tyre. Mrekullia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka met edhe masi që pejgamberi sa ka vdek. Mrekullia kryesore se pejgamberi sa pjesë e komentatorëve të Kuranit thonë të gjitha mrekullitë që kanë pas pejgamberët e tjerë i ka pas edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka një mrekulli, një mu'jize që kanë pas pejgamberët e tjerë veç se ka pas edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për shtesë të gjithave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas edhe Kur'anin dhe me vdekjen e të gjithë pejgamberëve kanë shkuar edhe mrekullitë e tyre, s'kan met. Kurse për dallim me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mrekullia, mu'jizja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka met. E ne kem qasje në mrekullinë të cilën e kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është libri i Allahut subhanahu wa taala. Kurse Isa alayhis salam, se të gjithë pejgamberët e kishin mrekullitë e tyre sipas kohës edhe kuptimit që e kishin njerëzit. Isa alayhis salam prej mrekullive që e kishte e bënte një shpend, e formonte me durët e veta prej lloçi,
pastaj i fryn të atina dhe ai shndroi në shpend gjallë, tamam sikur shpend të tjerë edhe lëvizte. E këto s'ne bën të kërkush. Bën shpend i gjallë real i cili lëvizte. Një prej mrekullive. Pastaj atë kohë ishte problem smundja syve edhe smundja lëkurës, që s'kish mundësi me i shëru kërkush. Isa a.s. i shërante me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ato të cilat nuk kish mundësi me i shëru kërkush. Dhe për mrekullive tjera ishte që masi që vdeste njeriu, Isa a.s. shkonte e prekte, ai u ringjallte edhe folte. Bidhnillah, të gjitha këto mrekulli, këto mu'gjize nuk janë tisës a.s. po i ka bo me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu është një prej gabimeve që i kanë bërë dhe i bojnë sot asaj dite krishterë, që i japin Isës a.s. epitetet e cilësitë të Allahu subhanahu wa taala. Isa a.s. nuk ka asnjë hise prej cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Sa ai ka qenë njeri sikur që jena na. Edhe s'ka dallim kurrë prej neve, sikur që jena na, përveç që ishte pejgamber, ishte i dalluar më shpallë, ama në aspektin e krijimit, në aspektin njerëzor, ishte komplet sikur që janë të gjithë njerëzit. Edhe sa i përket cilësive hynore, s'ka pas asnjë cilësi hynore. Po e ka ngjall vdekurin. Bidhnillah, me lejnë Allahut, nuk e ka ngjall Isa a.s. po Allahu subhanahu wa taala. Edhe Dejjalli kur vini ka disa veçori, po Dejjalli nuk është Zot, se Allahu ja ka mundësue. Edhe gjithë pejgamberët, të cilët i kanë pas disa veçori, ata nuk kanë cilësi hynore asnjëri prej tyre, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, por të gjitha ato i bënin me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Dhe prej cilësive se ai ishte pejgamber, ishte se u tregonte kur takoi me njerëzit, u tregonte çka kanë hëngur ata përpara. Tu mos kon prezentaj. Keni hëngur këtë. Dhe e keni lënë me rujt me hëngur masanena në shtëpiat e juve këtë. Çu ka ditë këto? Vetëm se ka lajmëruar Allahu se këto lajme nuk din me sjell kush përveç Allahut. Tash do të menua me logjik. Për shembull prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ka treguar që hona u qa. Ku ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që hona u qa? Tash do të nëse vjen mundësia me studio honën, me pas se është e qamë ose jo, dhe ata që studiojnë, e shohin se është e qamë, atëre ty njerët ka lajmëruar pa pas kur farë mundësie me dita është e qamë as është, dush me di që këta ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala. Ose të gjitha lajmërimet të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj janë vërtetuesit të tilla. Kurse në kohën kur i ka lajmëruar këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas shansa me i ditë vet. Në kuptu logjika se këtina i ka kallëzu dikush. Kush i ka kallëzu përveç Allahu subhanahu wa taala? Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Të janë argumente për me i besue Isa sallallahu alaihi wasallam që është pejgamber, nëse jeni për atë që besoni. Nëse jeni për atë që nuk besoni, shkoni me mosbesimin e juve, aty ku keni më shkuar mase që bëhet ringjallja. O musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. Edhe Isa a.s. do të jetë vërtetues në atë që u kon Tevrati, e keni pa përpara në libër, çashtu që u kon Tevrati ka ardhur vazhdim i Tevratit. Është interesant me njerëzit që ju vjen vazhdim i fesë tyre në ato argumente që është feja tyre, kur të vjen ai që është i drejtë, mos i që këta kanë deviju, nuk e pranojnë. Jo, 100 arsye gjënia nuk është i dur, jo nuk është i drejtë, jo nuk është ashtu, jo nuk është i. Po shifni argumentet, apo thirr, apo fol, apo vepron këtu çashtu çka punu pejgamberi sa sahabët. Po, a bën gjykim që ka thonë Allahu pejgamberi sa më që bën sahabët, po, pse s'është ky meritori për me pas këtë post. Cili është kundërshtimi i tij me argumentet të cilat ne kemi njohur përpara. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Po nuk kanë bë tjetër përveç se që kanë bë pa besimtar që mos ju ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që e dinin që është i drejtë e kanë mohuar. Pse e kanë mohuar? Jo për shkak të argumenteve, po për shkak të mbrojtjes së devijimit të tyre. Wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Dhe Isa alayhi salam ka ardhur me u lejuar disa gjëra që përpara i kishin ndaluar. Disa gjëra që ishin të Tevratit ndaluar, edhe në kohën e Musës alayhi salam ishin të ndaluar. Isa alayhi salam në shariatin e vet
bën të lejuara me urdhën e Allahut. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron disa çështje i bën haram. Pastaj kur dëshiron e hiq, s'është haram më tash tutje, është halal. Ose disa çështje kanë qenë halal, Allahu subhanahu wa taala masanem kur ka ardhur pejgamber tjetër i ka ndryshuar, ka bëu haram. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i vetmi ai i cili ka të drejtë me ndryshuar dispozitin. Aja që është halal, masanem e bëu haram, Allahu është e bën. Vetë ka bëu halal për haram përpara, tash e bën halal. Nëse një çështje tjetër ka qenë halal, masanem Allahu subhanahu wa taala bën haram, kjo është Allah ndron, edhe ka ndruar. Derisa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe me ardhmën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka vendosur Allahu gjithçka që është haram edhe gjithçka që është halal, edhe ka thënë al-yawma akmaltu lakum dinakum, sa të kompletsuar fenë, edhe mo kush nuk ka të drejtë me bë mo halalin haram, as haramin halal, dhe kush do që e bën këtë është kafir. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, ku marrë me argumente prej Zotit juve, fattaqullaha wa atiun, tutni Allah dhe më nështroni mu, Isa a.s. kurse tash na do të më pas frikë Allahut dhe më nështrua sunetit të fjalës urdhët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thënë me punu që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Isa a.s. u ka thënë njerëzve, inna Allaha rabbi, Zot, Allah është Zoti jam. Isa s'u ka thënë njerëzve unë jam Zoti, kur hiç. As u ka thënë ona ime është Zoti, as kur hiç. U ka thënë njerëzve, inna Allaha rabbi, Allahu është Zoti jam. Wa rabbukum, edhe Zoti juve është. Fa'buduhu, edhe Isa a.s. me ka urdhëruar njerëzit me adhuru Allahu. Se të gjithë pejgamberët i ka thënë njerëzve, i'budullaha wajtanibut tagut, adhuroni Allahun dhe largohuni prej tagutit. Hadha siratul mustaqim, kjo është rruga e drejtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.